Arlind, se e kemi pak me të shpejt. Sapo ka mbaruar mbledhja e qeverisë dhe Edi Rama ka thënë që do mbyllet TikToku për 12 muaj. Nga tani? Po. Wow. Kam dhurat elektorale që i ka bërë vetes vetë. Lëvizja Bashkë është partia më aktive në TikTok, ku e përcjelli mesazhin ton, aty ku media tradicionale na pengojnë, na mbyllin. Ky është një akt i dëshpëruar i Edi Ramës që ka frikë nga risia në politikë. Do ta luajë lojën mediatike aty te mediat e oligarkëve, te televizionet e njerëzve që u jep leje ndërtimi. Mirë po, gjithsesi ne jemi të përgatitur edhe për këtë rrethan, do të çajmë bllokadën, do të shkojmë në çdo derë, në çdo qytet, në çdo fshat, do flasim drejt për drejt me njerëzit. Do të përdorim çdo mjet që na lejon ligji edhe kushtetuta për ta hedhur, për ta çuar përpara mesazhin ton, mesazhin e të vërtetës. Ky është një akt i turpshëm i Edi Ramës, as 2 muaj apo rreth 2 muaj përpara zgjedhjeve, nuk ka vend botë që e bën këtë lloj maskarallogu. Mirë, Edi Rama ka bërë shumë më keq se kaq. Ka vjedhur shumë çka, mirë, por nuk do ta lejojmë që pas 11 maj të ketë ende mundësi të na vjedh edhe të abuzojë me drejta themelore të njeriu siç ka bërë deri më sot.